Përshëndetje miq, mirë se erdhët në emisionin Pena e Shkodrës. Një fundjavë tjetër është një vape e jashtëzakonshme për jashtë, pa diskutim. Uroj që të kaloni sa më freskët në vende pranë detit edhe malit edhe kudo tjetër edhe liçenit. Shkodra i disponon që të trija, prandaj ju këshilloj disa nga këto vende për të shijuar me familjen tuaj, për të kaluar një kohë relaksuese pa diskutim. Gjerasin të përshëndes të gjithë ndjekësit në valët 92 MHz të Radio Shkodrës, gjithashtu edhe teleshikuesit në Rrjet të Shkodra. Dhe pa tjetër do të isha me një libër tjetër sot, me një të ftuar tjetër speciale, dhe pa tjetër që do të visha me 40 herë të dua, 40 herë të dua. Dhe Warda Albonesa, Warda mirë se erdhe. Mirë se gjeta përsëri Ariol. Warda nuk mjaftohesh me një herë të dua, duhet 40 herë, siç e themi në Shkodër, 40. Edhe 40 edhe prapë më duket sikur janë të mjaftueshme. Pak janë, edhe 40. Edhe 40 janë pak. Është një libër është një libër i veçantë faktikisht, sepse për të thënë mjaft interesant duket si diçka për të kaluar rrallën. Faktikisht është një libër shumë i veçantë, me ndjesi të përthella. Është një libër që ti e lexon, ti ke dëshirë të kthehesh. Është një libër që mund ta dhurosh për dashurinë, pse jo. Është një libër që aty kupton se njerëzit dashurojnë në mënyra të ndryshme, të çuditshme. Gjithashtu edhe nga ato mënyra që edhe mund të mos i kesh imagjinuar asnjëherë. Kemi letra dashurie të çmendura dhe letra dashurie prej atyre që i kemi lexuar mbase nëpër libra të tjerë klasik në një mënyrë ose një tjetër, kemi parë nëpër filma, por ka edhe shqiptarë që dashurojnë po kaq fort. I zbulove, i gjete, si i mblodhe, si i gjete, kush na mlolli. Me një gjetje shumë e veçantë e realizimit të një libri të tillë faktikisht. Në fakt veçantia e këtij libri me letra të vërteta dashurie është sepse është me letra të vërteta dashurie. Letra të vërteta dashurie që datojnë që nga 1972 dhe deri në 2026. Ka dhe libra të 2026-s. Veçantia e këtij libri nuk është vetëm përmbledhja në një libër të 40 letrave, 40 letrave të vërteta, por është edhe fakti që ky është libri i parë në gjuhën shqipe që ka një përmbledhje të letrave të vërteta, dhe jo letra dashurie të shkruara nga njerëz të famshëm që me do e mos vetëm nga emri ne na drejtojnë për t'i lexuar, por janë letra të njerëzve të thjeshtë, të cilët dinë t'i shkruajnë dashurisë në një mënyrë po aq më gjepsëse sa edhe një shkrimtar apo edhe një individ publik për historinë e njerëzimit. Unë po dal, e kam gjetur një të shkurtër, kjo është për kohezionin tonë, dhe e dashur. Treni ishte ndalur dhe në vagonin e mbushur plot me njerëz nga ankesa e ajrit po bëhej pa durueshme. Ashtu si mungesa jote në çdo fërmarrje. Mendimi që duhet të prisja ende më shumë më shtonte nxehtësi në gjoks, dhe lotët e mungesës më mbushnin si djerës që rrjedh nga një trup i lodhur. Ajri i rënduar nga zhurma e njerëzve dhe aroma e djersës më kujtonte se sa shumë më mungon ti. Nga ankesa e pranisë tënde më mungon për ta bërë çdo moment më të lehtë. Ndër gjithë këtë të rrëmuj, një shikim i imagjinar i yti më ishte ngulur në shpirt si shigjet që nuk mund të largohej. Çdo muskull i trupit më ishte relaksuar. Fuqit po më shtereshin, dhe sytë e tu ishin thjesht më të fuqishëm se çdo gjë tjetër. Ati vështrimi nuk po mund të rezistoja më, sepse ti je ajo që më mban gjallë, ajo që më jep kuptim çdo fërmarrje. Është një letër e shkruar nga një burr në vitin 1988. Aty ka shumë për të lexuar faktikisht. Unë i kam ndarë në vete. Por kishte një letër nga një burr, një letër nga një grua. Nuk kanë dashur të jenë emrat e tyre të vërtetë. Atëherë, unë kam bërë një renditje rastësore të 40 letrave. Pa diskutim është e cituar në faqen e parë të fillimit të këtij libri që një pjesë e autorëve nuk e kanë pasur problem që të deklaronin emrin e plotë të tyre që ishin ata që kanë shkruar një letër. Por ka edhe një pjesë tjetër, jo të vogël, të cilët kanë zgjallur që të jenë anonim. Që është pjesa më e madhe anonime.
ka qenë si një kontratë e pashkruar mes meje dhe të gjithë atyre që më kanë besuar copsat e tyre të shpirtit nëpërmjet letrave, që unë do t'i ruaj deri në fund, sepse askush nuk e din përveç meje se kush i ka shkruajt disa letra aty brenda. Është një sekret që do ngelet gjithmonë mes meje dhe atyne që ma kanë Duke e ditur profesionin tënd real, e di që ti e mban këtë sekret. Patjetër që po, edhe të pas parasysh edhe pjesën e të drejtës autorit, unë nuk kam të drejtë të zbuloj identitetin e letërshkruesit nëse është jashtë dëshirës së tij, ashtu siç e kam zbulu për rastet kur autorët kanë dashur që të jenë të njihet, të dihet autori se kush e ka shkruar. Pse pikërisht 40 letra, 40 letra? Cila ishte, pse është ky numër? Është një numër i taksur nga ju apo është një numër thjesht që mbriti deri këtu dhe okay, këtu më ndaloj? Jo, kur unë fillova fillimisht, doja që të bësha 50 letra. Okej. Nuk është kollaj të mlallësh letra dashurie të cilat vlen për tu hall dhe për tu mlallë një libër, për të qenë pjesë e librit, po. Dhe pa diskutim që më ka hangër një vit e gjysëm kohë intensive, duke se fillimisht do bash komunikimin me njerëzit dhe do t'i thush idenë tënde dhe më pas ka edhe firo gjatë rrugës për idenë që për shembull ti mund t'i thush Arioles, shikon kam këtë ide, a ke ti një letër dashurie, a do të jesh pjesë e këtij projekti, por ka qëlluar shumë raste që kanë thënë që jo, unë nuk kam shkruar kurrë një letër dashurie, ose unë kam shkruar një letër dashurie, por ja kam lënë vajzës në ato vite dhe unë nuk e kam marrë një kopje, ka dhe raste të shumta nga kjo. Dhe kishte një keqardhje shumë të madhe se si ajo letër në fakt qëndronte në duart e vajzës apo djalit që dashuronte apo e dashuronin, por duke qenë se në vitet më përpara ishte pamundur sepse letra shkruaj dhe jepej, nuk ishte një kopje fizike të cilin mund ta ndanin. Unë përfitoj nga rasti për të përshëndet të 40 autorët, njerëz të njohur, të mi, tashmë miq, të gjithë miq, për t'i falenderuar përzemërsisht që e ban realitet këtë ide që për mua kishte një vlerë të veçantë që ta sillja në një formë fizike në libër. Është e bukur faktikisht, kesh 40 autor, 40 autor dhe të sjellësh një letër dashurie. Domethënë Warda nuk ka një letër të saj aty brenda librit. Po, është edhe një letër. Atë janë 30 të mëdha për to. Janë 30 të mëdha për të përshëndetur. Aty brenda nuk mund të mungonte kurse si një letër janë. Cila ka një prej surprizave që ke ndjesh në leximin e letrave dhe në komunikimin me autorët? Domethënë, cila ishte surpriza? Ndoshta mënyra ose tërheqja ndaj projekti apo dëshira për ta nisë një letër, për të thënë që po, unë kam shkruar letra të tilla. Se e ndeshim një koncept të tilla, sidomos në moshat pak më të thyme. Ata tashmë kanë qejf të tregojnë historitë e tyre, ti rrëfejnë. Po, në fakt ka pas shumë surpriza ky realizimi i këtij projekti, duke filluar që nga pëlqimi i idesë, të gjithë që e kanë dëgjuar, më kanë thënë shumica më kanë thënë që sa mirë të ka shku mendja se s'na kishte shku kur mendja për të bërë një përmbledhje të tillë. Dhe të gjithë kanë të gatshëm për ata që kanë pas një letër për ta ndarë pas një lloj hezitimit. Dhe veçantia tjetër për gjatë këtij projektit ka qenë pikërisht fakti që unë përmes mbledhjes së këtyre letrave kam kuptuar që dashurisë ju shkruka, të paktën që është për 72 dhe deri sot, një lloj. I shkruhet me të njëjtin pasion, me të njëjtën fuqi, me të njëjtën pastërti, me të njëjtin emocion, dhe ka veçantinë vet dhe dallohet në fakt, dhe kjo është një element tjetër që ka dalë edhe nga analiza e letrave që un kam bë, është ka një veçanti dhe dallohet kur një letër e shkruan një burr dhe një letër e shkruan një grua. Patjetër, nga ka raste ku dallohet, nganjëherë në leximin e librit faktikisht kishte momente që unë mendoja se burrat shkruajnë më fort, ma fuqishëm, i kënojnë ma fuqishëm dashurisë edhe i shprehin, kur ata çlirohen, i shprehin ndjenjat ma fuqishëm, por ka raste kur edhe gratë e kalojnë pa diskutim, është një mënyrë ndryshe. A ka ndonjë prej letrave, ekziston ndonjë nga letra që ju ka prek më së shumti edhe që ndoshta ty të ka mbet mendje, po kjo letër. Është një prej tyre, nuk janë disa, janë disa. Nuk është një ose dy që unë them, po kjo letër më ka mbet mend më shumë nga të gjitha, janë disa.
Pra nuk mund të ndaj njërën prej tyne dhe kjo e ban edhe më të suksesshëm realizimin e projektit, sepse ka shumë letra të mira aty brenda, letra në të cilat ti do doje shumë që të ta dedikonin ty, kur e lexon thua sa bukur të ma dedikoshin mua këtë letër, apo ti e kupton që në fundit ki ba përmla ose i ki kushtu vëmendje, një fuqie ose një forcë që e ka njeriu, që përllohet nga njeriu, që është dashuria, e cila është një ndjenjë aq e fuqishme sa që ullë në gjë një burr qoftë apo një grua, edhe në ato momente kur ata mendojnë që janë të pathyeshëm, pakapshëm, e tepër të fuqishëm, është pikërisht kjo ndjenjë kaq e bukur edhe veçantë që buron nga ne, e cila na bën që të humbim egoizmin, mos jemi më egoist, por të mendojmë më shumë për njeriu me cilin kena rënë dashuri. Unë e kam një këndvështrim të amin, por gjithsesi më duhet mendimi jonë pa diskutim, sepse duke pas 40 letra dashurie, absolutisht që edhe nga vitet edhe më shumë më të hershme, e ndryshon dashurinë me ditët e sotme. Më duket sikur sot është zbehti si mënyra e të dashurumit apo mënyra e të shkrumit ndaj dashurisë. Apo jo, se kjo është një mendim i joti. Nga letrat të cilat kam ladh, aty ka edhe shumë letra të viteve nga 2020 deri në 2026, pra nuk janë të pakta. Po, e di se i pash. Dhe edhe unë e kam menduar fillimisht kështu si ti, dhe mendoja që nuk do gjasha letrat viteve të fundit, dhe se të shkruarit të dashurisë tashmë është diçka e dalur në modet. Por jo, kjo është një ndër surprizat më të mëdha dhe që më ka gëzuar më shumti është që jo, në fakt dëshira për të shkruar një letër dashurie nuk pas ka humb. Sot i shkruhet dashurisë po prap në një mënyrë të jashtëzakonshme. Këtu do ndaja janë dy letra shumë të mira të dy burrave. Të dyja janë letra burrash që i përkojnë me vitin 2025, nëse unë nuk e gaboj, të cilat arrin një nivel të shkruarit të letrës që mu më ka ba më ju rikthy disa herë për ta lexuar dhe për ta rilexuar, dhe më ka dhënë një kënaqësi shumë të madhe sepse kam kuptuar që vlera e letrës nuk pas ka humbur, por forma që ne zgjallim sot për ta shkruar pa diskutim, ne jemi individ të cilë njeriu përshtatet, dhe sot nuk marrim një letër me një laps për të shkruar, por e shkruajmë ndoshta nëpërmjet celularit apo nëpër email, pra nëpërmjet mjeteve elektronike, por fuqia është e njëjta. Do të kishe kënaqësinë e lexuar njërin prej letrave të 2025-s. Po, do lexoj një fragment, se është duhet janë pak të gjata, sepse më lejo. Nuk është se janë shumë të gjata, janë goxha të lexueshme, janë të përtypshme. Është një libër që po ti hysh me atë kërshërinë e leximit, ti e lexon edhe për një mbasdite dhe merr me vete një kënaqësi të jashtëzakonshme, ke dëshirën të rikthehesh, të rilexosh, të kuptosh se sa nga ato ndjenjat që gjen për letrat e shkruame edhe të botuar në libër përfshihen edhe diku, përzihen brenda qenies tonë shpirtërore. Atëherë, është unë ende digjem nga drita jote. Kjo është shumë e bukur, faktikisht. E dija që në çastin e parë, ti nuk je nga këto. Nuk je prej tani. Ti erdhe si heshtja pas një zhurme që nuk ekziston më, si era që mban erën e një shiu që s'ka rënë ende. Ti mbart heshtjen e yjeve të harruara, aromën e shiut mbi gur të lashtë. E dija që nuk isha ardhur për të qëndruar, je veç se një kalimtare mes dritës dhe hijes, por e vërteta është kjo, unë ende digjem nga drita jote. Jera shumë shkurt, pra mora vetëm 2 fragmente të shkurta, edhe për mua është në letrat më të bukura të librit. Është kaq poetike, është kaq e vërtetë. Si e keni përjetuar procesin e përzgjedhjes, procesin e leximit, procesin e sistemimit të këtyre letrave? Është një proces që kërkon punën e vet, kërkon kohën e vet, edhe kërkon ndoshta edhe një mendje shumë të kthjellë se si duhet me stivu një mas një, si cila të jetë një më interesante se sa një tjetër. Por pa humb magjinë e secilës prej tyne. Di që ka kanë një punë intensive, shumë intensive. Një punë të cilën ne që e bajmë dhe po ta tregojmë është diçka që nuk kuptohet nga absolutisht jo, është vërtet. Është vërtet. Kur ti shikon një produkt të gatshëm, mendon që është kollaj me e bë. Po.
por edhe vetë marrja e letrave, sepse janë redaktuar një herë të gjitha më përpara nga unë, më pas ka kalu filtri fundit i redaktimit tek shtëpia botuese pa diskutim. Dhe ka dasht orë të gjata të marra gjumit në mbrëmje, por duke qenë se është një projekt cilin e kam dashur shumë. Në fakt si çdo gjë që marr përsipër, janë gjëra përgjithsisht për gjëra që du, dhe kur i dën shumë gjëra që i bën, pa diskutim pastaj që pjesa e sakrificës të duket ma jo aqëran dhe e ngarkuar. Kështu që ka ardhur në mënyrë shumë të rrjedhshme Ariol, tash më pyet asun vet nuk di me ta thënë se si e kam bën ndërthurjen, ka kanë çdo gjë një ndjesi, një ndjesi që ka ardhe momentit dhe kam menduar që do t'i vendosi të tjerë. Në fakt, unë mendoj që sido që t'ja ndryshojmë rendin këtyne letrave, ato mbesin të magjishme. Mesin të magjishme gjithsesi. Kështu që nuk është se jam dalë shumë te kjo pjesë sepse e kam ditë që do ishte një sukses sido që t'ja ndryshoshim renditjen e tyne. Secila flasin për dashuri. Kishte për atyne që flasin për dashuri të humbura, apo kjo nuk zbulohet? Ka për atyne që flasin? Ka për atyne që janë dashuri të humbura apo dashuri të parealizuara. Apo një ndjenjë të cilën për është një letër shumë e bukur, ajo është letra 72-shit, ku është një letër burrit, ku kuptohet që ai djali i ri në atë kohë, do të kenë djalë i ri 72-shin pa diskutim, i shkruan një letër dhe unë nuk e di nëse ja ka dorëzuar madje atë letër. Do të isha kurioze se cila nga këto. Po besoj që është shkruar me viti dhe duke qenë viti i shkruar, besoj që e kam kaluar. Aty kuptohet që është një dashuri e paralizuar, madje ai nuk e mori kur guximin për t'ia thënë. Kena një letër që vjen nga dita e hënë deri ditën e dile. Është shumë interesante, po. Shumë interesant, ashtu siç është interesant autori që e ka bërë, po që nuk e zbuloj. Nuk po kërkoj autor se kush e ka bërë, sepse unë jam shumë e sigurt që kanë komentuar për emisionin. Por ishte shumë interesante mënyra se njeriu pas ka 7 ditë në javë që dashuron, nuk ngelet me ditë caktuar nganjëherë. Jo, pa diskutim që jo. Dhe prandaj më shumë seriozisht. Prandaj është e bukur ajo sepse njeriu kur dashuron në fakt nuk kupton më as ditë e javës, cilat janë. Kush është hani, ku fillon hania dhe ku mbaron e dilja, ku fillon viti dhe ku mbaron viti. Dhe e mira është që me dashuru në të njëjtën formë të gjitha ditët e javës, Ariol. Ty thot për cilën fjala nuk kërkoj zë për kohë. Domethënë dashuria kërkon kohën e vet. Nuk vjen asnjëherë. Unë mendoj se vjen edhe pa pritur. Duket sikur nuk kishte. Po e zbuloj disi. Unë mendoj se nuk kam kohë për me dashuri. Dhe e gjaj shumë shpesh vetin, duke mbyll diçka ose duke shtyp, duke fshin në një mesazh ose në një gjë kështu, them nuk kam kohë, siç duket koha shumë e reduktuar. Por u dash ka kohë për dashurinë. Duhet pak kohë, duhet të mësohesh ndoshta me idenë që dashuria ekziston, edhe jo vetëm me këtë, por edhe me mënyrën që ne ende mund të dashurojmë derisa ka një zemër brenda nesh. Në fakt, unë mendoj që kjo nuk është e preme me thik, sepse nga shumë raste që dëgjojmë, të gjithë thonë që mendoja që s'do bija kur thet në dashuri, por rash, ose nuk e kuptoj se si erdhi. Si rash, si ka mundësi. Dhe kjo na bën me kuptua po me hall poshtë këtë hipotezën që sapo ngritëm ne të dyja tani, që po thoshim që don kohë, duhet përgatitemi. Jo, në fakt nuk duhet përgatitesh për të rënë dashuri, sepse ajo të gjen të papërgatitur. Do me thonë, mirë se t'vinë për këto që mundet me kanë dashuria, kush mendoj që kërkon nga një herë dy njerëz shumë të vendosur. Se edhe njerëz pa vendosur, ajo dashuria është, edhe sikur njerëzit jenë pa vendosur, pa diskutim. Por vendosur për me jetu, një dashuri duhet jenë. Atëherë që ti të bani një analizë edhe filozofinë e ndjesisë. Ajo që unë besoj është që rrallë parë nuk është e domosdoshme që të na kthehet dashuria nga pala tjetër.
Po më Warda është e domosdoshme. Ja, unë mendoj që nuk është e domosdoshme sepse ka plot raste kur ti bjen dashuri me dikë, por personi tjetër nuk ta kthen mbrapsht, ose kur dikush bjen dashuri me ty, por ti nuk ja kthen mbrapsht. Po dalim gati te platonikja. Jo domosdoshmërisht për faktin sepse personi që na i shpreh dashurinë apo personi të cilit ne ja shprehim dashurinë nuk është në lartësinë tonë, apo ne nuk jemi në lartësinë e tij, por është një energji e cila nuk komandohet dot. Dhe prandaj kjo e bën të veçantë, sepse un kam njoft miq e mike të mia shumë të mira, të cilat kishin rënë dashuri, po nuk i kthehej mbrapsht dashuria, dhe po prap dhe madje kjo mund të kenë edhe një nga shtysat kryesore që un kam dashur ti jap një vëmendje të veçantë dashurisë, sepse i kam pa ato miq të mi, të cilët edhe pse nuk e marrshin mbrapsht atë ndjenjat të cilën ato kishin, përsëri nuk e hallshin kur poshtë personin tjetër dhe banin gjithçka që ai person të ndihej mirë e lumtur. Dhe pjesa tjetër që dosha të ndalesha pak si po bashim pak filozofi për pjesën e ndjesisë dashurisë, ishte si më the Ariol që ishim të diskutuar se harrova dhe fola ka gjatë. Unë isha të thënë edhe prepi qendrori kësaj që du të më kthehet dashuria, jo të mos kthehet. Jo domosdoshmërisht, edhe po, unë kam këtë konceptin që nuk kam kohë me dashuri. Po, dhe më the, po ishim të diskutuar këtë pjesën që duhet të dy palët ta kemi të gatshëm dhe të vendosur. Tani, një njeri që të do është i vendosur. Një njeri që të do të ndjek nga mrapa, një njeri që të do nuk të lën kurrë. Publiku duhet me të falenderoj. Një njeri i pavendosur, më vjen keq t'ja them, ju që jeni në atë situata nuk është i dashuruar me ju. Më shumë don veten se sa jo don ju. E kam frikë se edhe veten nuk din me dash kur janë pavendosur, sepse kur nuk gjajnë kur me dhuru dashurinë, kam frikë se s'din me dash. Por palën tjetër se dojnë jo një. Okej. Nuk ka vend pavendosmëria tek një njeri i dashuruar. Warde, jeta i që jetojmë është shumë intensive dhe ne intensiteti shumë shpesh na bën me të i kalu dëshirat tona personale, ndjesit tona, me mendon pak me veten edhe me e kuptu veten se a kam nevojë me u dashur dhe a mund me dash dikën tjetër, por sa nevojë kanë njerëzit sot që të shprehen, që të shkryjnë të du, t'i thonë ndjenja, t'jenë me njëri tjetrin, edhe t'i shprehin ashtu si që njënë, edhe a janë, po e marrë pak si të përgjithshme, janë shqiptarë të gatshëm, me kanë po kaq të hapun, edhe të sinqert. Për protesta i kena gati, po flasim për tjera. A janë shqiptarët të gatshëm? Po a filloj me pyetjen e parë që a na shërben që të duam? Unë mendoj që të duash dikën apo të na duan është jetike për gjithë secilin prej nesh. Kjo shpjegohet edhe nga ana psikologjike, por edhe nga ana shkencore, se sa dobi i sjell qoftë një përqafim apo një fjalë ëmbël secilit prej nesh. Dhe pa diskutim që këtu të vend edhe ndjesia, pra dashuria që marrim apo japim. Fundit të duash është një aftësi e lindur cilin nuk e ka kushdo. Sepse kush ka jep, kush nuk ka, nuk jep. Dhe pjesa se sa janë të gatshëm, pra janë të hapur shqiptarët për të shkruar apo për të folur për dashurinë. Po themi për sot, për kohën në cilën po jetojmë, për sot, se unë mendoj që ndoshta po nalem më shumë tek se s'mund të marr përsipër të flas për shumicën e shqiptarëve, por një ndër arsyet pse kam dashur marr me një botim të tij ka kanë pikërisht për të treguar që të thuash të dua nuk ka pse të jetë tabu. Të thuash të dua nuk ka pse të bëj ty mundi më i dopt se sa dikush tjetër që nuk e thot atë. Në fakt të thuash të dua kur është e vërtet, është si të them karakteristike njerëzve të fortë, njerëzve që e njohin veten dhe njerëzve që e dinë se çfarë dojnë. Kështu që mendoj që kena te kalu ka shumë pengesa sa te pjesa e dashurisë. Po, dashuria është gjithmonë ajo që ka një lloj pengese gjithmonë. Në shumicën e rasteve flasim, e gjej edhe tek breziri, që duket sikur nuk kanë absolutisht barriera,
E gjen që ka një lloj barrierit kur vjen tek dashuria, tek shpreha e ndjenjave. E kanë një mënyrë tyre, kanë një kompleks të tyre, absolutisht. Vjen si kompleks. Mbase kjo ka të bëjnë sepse ne brezat më përpara nuk flasim shumë me ta, nuk flasim për dashurinë. Dhe duke mos fol për dashurinë, sepse ne si brez na kanë mësuar që dashurinë ta mbajnë fshet, sidomos vajzat. Nuk është dashje me shpreh. Kemi rrit aty ku desha unë. Pra, nuk është dash me shpreh ndjesin. Madje ni kena edhe dyshu na shton që ki kujdes, sa i thotë të du, por në fakt nuk të dan. A ka seriozisht apo jo me ty? Dhe e gjitha kjo pa diskutim që ka si kompleksitetin të ne, pra na ka bërë qenie komplekse, sidomos gjinin femërore. Edhe të ndrojtuna. Sepse ti ndruhesh. Kush është ky njeri që po më afrohet, sa i gatshëm është? Ka është? një shprehje, të cilën unë e kam dëgjuar dhe ka u bën vite që e kam dëgjuar, po që gjatë gjithë kohës e kuptoj që sa e vërtetë është, që thotë që mjafton të ngresh dyshimin dhe ki kryj punë. Mjafton, është e vërtetë kjo. Është e vërtetë kjo. Dhe Vetëm me dyshimin edhe aty merr fund gjithçka. Pikërisht. Ku ka një dyshim nuk ecin gjërat. Ashtu është. Dhe janë qenie djallëzore përgjithsisht në shumë raste, në disa situata ka shumë qenie djallëzore të cilat me kast, me qëllim hallin dyshimin në situata të caktuara pikërisht për të bërë që situata në të ardhmen të dështojë. Në rastin konkret, në fakt nuk kemi të bëjmë me nuk është ky rasti tek pjesa se si na kanë rritur familjet e pjesën e vajzave, por Jo, ne flasim për familje që na kanë, mendoj se na kanë rujt. Një mënyrë e tyne, një qasje e tyne ishte për me rujt. Frika është për me të rujt pak. Frika që mos lëndohesh, frika që mos lëndohesh, i ka çu familjet tona. Frika më i duket na bër për dyshu tek qëllimet e mira të personit që na thonte që na don apo jo. Po shiko, nuk frika run vneshtin, thot populli. Nuk është kollaj, e di se nuk është nina duket si diçka e thjesht, por don vite që jo, nuk është e thjesht, absolutisht. Me kalu një traumë të tillë, se kjo është një traumë faktikisht. Dhe këto janë trauma të cilat trashëgohen tek brezi tjetër, Po, se mbarën që ose e mbartë nëna, ose thjesht një për e përcjellë, janë gjërat, ne po dalim pak edhe personale. Unë e di që ti je martuar, edhe shumë shpesh më duket sikur i kena disi të ngjashme historitë tona. Të një shpeje tjetër, i kam kapërcyer disa nga ato, a din kush jemi, a din kush është. Dashurin kod kolerës ishte ajona? Jo, në fakt, dashuria mes meje edhe bashkëshortit tem, si dy qytetarë të Shkodrës, të cilët i përkisnim dhe i përkasim dy besimeve të ndryshme fetare, unë besimit islam dhe bashkëshorti jam besimit katolik. Ne kur e kena njohur njëri tjetrin, nuk e kena pyet në asnjë moment se çfarë besimit i përket. Unë e kena marrë vesh shumë bon në mënyrë krejt rastishme faktin që ishim dy besime të ndryshme, sepse unë vazhdoj të besoj që për ne në Shqipni më e rëndësishme është fakti të qenë shqiptar se sa pjesa e besimit. Besimi është një element tjetër, është një temë tjetër. Kjo është e jotja personale, se jo gjithë. Mendoj që për pjesën më të madhe të shqiptarëve është, e shoh në diskutimet që rri me miqt, me të njohurit, me familjarët, më duket që është dominon më shumë kjo pjesë. Pastaj pa diskutim që ka edhe njerëz praktikant, me gjithë respektin, të cilët ndoshta kanë më prioritare lidhjen me besimin e tyre. Në fundit besimi nuk sjell asgjë të keqe përveç se të mirë kur përdoret brenda kufive për shkak të parimeve dhe të mesazheve që përcjell për shoqërinë. Kështu që nuk ka kem dashuri në korat e kolerës, mendoj që dashuritë tona janë një shembull pozitiv, është një shembull i bashkëjetesës, i kapërcimit të gjitha pengesave dhe i ndërthurjes kulturave. Absolutisht. Mundësisht kam një moment në shtëpi kur e kujtoj filmin Çifti i lumtur, dhe i them fëmijëve, kam pasur unë për atë në momente. Ja, nuk e dan. Jo, në fakt.
unë nuk e kam nuk e kam has në asnjë moment këtë problematik nga prindërit e mi. Nuk më kanë thënë në asnjë moment që shiko se prit një herë ose nga prindërit e bashortit tem, absolutisht jo në fakt. Prindit e mi deri diku baba ishte manërishe, pavarësisht se është një gjë që kalon, te kalohet me një herë. Kur e te kalon vajza, e te kalon pastaj edhe familja me një herë. Forca e dashurisë, forca e dashurisë. Madje mendoj që është shkodra shumë për këtyre historive. E ke menduar një herë ti mbledhësh, janë gati dhe si gazmore. Sjell edhe një vërtetësi të qytetit, është një pjesë e qytetit, një zemër e qytetit, themone. Nuk e kam menduar për ta sjell, në fakt, për ta. Ja kujtoj Jula. Nuk e kam menduar për ta sjell, do ishte interesante. Por jo, nuk e kam menduar sepse kam plan në ide tjetër ka zonë vend kokën teme. Gjë shumë e mirë. Se idetë tuaja janë bukura. Komentet e para mas votimit librit, mas shpërndarjes librit. E di që libri është ble, e di që në librari ka momente që nuk gjehet më, sepse unë jam lejsh me një gjatë të tillë, me një fakt të tillë. Por e di që ke marrë tashmë komentet e para. Si është prit për publikut? Edhe si ndihesh ti mas kësaj pritje? Atëherë pritja ka qenë mbreslënse. Unë jam shumë e kënaqur që kam sjell një ide të tillë, që solla një ide të tillë. E di që ky libër ka më kënaq çdo që e lexon. Absolutisht po. Dhe është një libër që të bën të rikthehesh disa herë. Është një libër që mund ta lexosh kudo, kurdo. Në çdo kohë, në çdo hapësirë. Është një libër që nuk të loll, ka histori një pas njëshme që nuk të loll. E shumta është një faqe e pak, edhe nuk të loll. Dhe përveç kësaj çdo gjë është e vërtetë, nuk janë të stisura. Nuk janë histori të stisura, por kam qenë shumë e kujdesshme për të mos nënshuar asgjë, përveç se disa elementeve strukturore që janë të nevojshme artistikisht për ta sjell librin, I kam ndajt strikt si gjuhës që kanë përdorur sepse mos ta lajm pa përmend që ky libër është një përmbledhje të gjithë trevave shqiptare. Dhe ky e bën edhe më të veçantë dhe më të bukur dhe prandaj dëgjojmë edhe dialekte të ndryshme, ka faktikisht të letrave që unë me shumë rigorozitet I kam rrit të paprekuna. Ke pas përruje letrash që nuk e mujti përfshish libër, nuk është dash ndoshta për mos më përfshi. Po, kam pas edhe për aty në letrave. Vjen keq që nuk janë përfshi apo thjesht ka një arsye që ata nuk janë përfshi? Jo, nuk janë përfshi sepse nuk kanë plotësuar standardin për të kanë pjesë e librit. E kuptoj. Si e priti autori, ka autorë që nganjëherë nuk e presin mirë ndoshta apo nuk ka shkëndijë? Jo, nuk është se ka pas ndonjë keqardhje. Kishte prej letrave edhe në formë vargjesh. Fillonte me disi, ishte një prej tyre. Kam lanë qëllimisht pra e lash në atë formë sepse nuk fillon krejt me poezi, po përfundon me poezi. Ashtë ma shumë si prozë poetike të ta shuja. Një pjesë e mirë ngjajnë si prozë poetike, pavarësisht se janë të shkruar kanë strukturën e tregimit ndoshta ose eses. Jo, në fakt, unë mendoj që një pjesë e mirë janë letra, dashurisht, sepse janë nisi të tilla. Po, kjo që më thu ti, po është të vërtet që është një prozë poetike, cilën unë e kam lexuar me vëmendje dhe mund të përfshihej krejt mirë tek pjesa e librit sepse I dedikohej dikujt. Kena lexuesin që tashmë është pjesë e këtij libri, edhe që pritet, ka për atyre që presin me pasa interesante. Çfarë pretendon me marrë me veti? Ti ke bën një zgjedhje, ke përfshirë të gjithë trevat që folse, edhe kjo është një zgjedhje fantastike faktikisht. Të duket sikur ke lexuar nga eton Shqipnia etnike e madhe, edhe kjo nuk ka pak. Po çka mendon ti se po merr lexuesi me veti? Përveç një letre dedikuar dikujt. Po. Përveç kësaj që the, që ka veçantinë vet ku në dorë është njësoj sikur të kemi harten e gjitha trojeve shqiptare, që është një element I fuqishëm në I librit. Përveç kësaj qëllimi ka qenë që të sjell ose më mirë them të risjell në vëmendje
vlerën e letrës, Vlerën e rrëfimit, sepse nuk du që ajo të humbasi. Se në fundit roli i një poeti, i një shkrimtarit është pikërisht të shkruaj për problematikat sociale të kohës ku ai ban pjesë. Dhe atëherë kur shohim që disa fenomene sociale e shqetësojnë shoqërinë apo disa forma, siç është forma të shkruarit, po fillon dhe po venitet, është detyra jonë që të ndërhyjmë nëpërmjet ideve, projekteve dhe librave për ta risjellë në vëmendje të gjithë lexuesve se sa fuqi dhe se sa rëndësi ka të shkruajmë letër, të hallim idetë tona dhe mos të kemi frikë, edhe një ndër gjërat e tjera është të mos kemi frikë të thënë të dua. Është e vërtetë kjo faktikisht. Guarda, mbledhja e letrave, leximi i tyre, mendoj që si sa veti orë të shumta përmes letrave, po të ka ndryshuar disi konceptin mbi dashurinë ose ndoshta edhe në një mendim që mund ta kesh pasur të ngurtësuar brenda vetit. Ose të ndryshëm, se s'po themi krejt të ngurtësuar. Ka ndryshuar diçka te ti për mbledhja e këtyre letrave? Kjo është. Për mbledhja e këtyre letrave, në fakt më ka bë me besu, sepse kam pas pikpyetje tek pjesa e vërtetësisë së ndjenjave të njerëzve. Në përgjithësi kam menduar që njerëzit dashurojnë pak dhe më ka bë me besu që ajo çfarë unë mendoja dhe dëshiroja që të ishte e vërtetë, në fakt qen ka e vërtetë. Do nalem edhe jo nuk do rresh ti kurrë së thëni se sa e fuqishme është forca e dashurisë. Mendoj që është fuqia më e madhe në planet. Nuk ka forcë më të madhe se sa. Ne mendojmë se nuk mund ta ndryshojmë, po me forcë dashurie ndryshohet bota. Dhe kjo është një provë kësaj. Pra, të mbledhësh 40 libra për një kohë nuk është kohë gjatë, një vit e gjysmë të mbledhësh. 40 letra. Nuk është absolutisht nuk është kohë gjatë. Unë kam menduar që do më shkote 5 vjet ky projekt, me idenë që ku do t'i gjaja këta njerëz, se kam menduar që ka njerëz që shkruajnë shumë pak. Po, sepse hapësina jote ka qenë që me përfshi që strevat që folse. Duke dashur një gjatë tillë, faktikisht e kemë menduar se të merr kohë më tepër. Unë kam menduar, isha e bindur që ky projekt do më zgjatte 5 vite. Dhe madje për të qenë e sinqert, unë pak si natyrë jam pak natyrë pa duruar, pra kam qejf që kur kam një ide du sa më shpejt me sjell në formën fizike. Ndonjëherë kjo nuk është gjë e mirë, po unë nuk e di pse e kam. Je pak e ngushme. Po, ngutem pak, sepse nëse do ta zgjasja në kohë, do kisha arrit me mbledh edhe 100 apo 150 letra. Pra, kam akoma njerëz të cilët masioni kisha myll, sepse po merresha me pjesën e redaktimit, thoshin uart, si s'm ki thënë, kam dhënë një letër ose kam dëgjuar për idenë tënde, sa e bukur, nuk e di nëse do bash një të dytë që të japon letrat e mia. Këtë isha të thënë, mund të ketë një vëllim dytë, mund të ketë një vëllim tretë. Nuk mund ta them sot që mundet këtë gjë, por nuk përjashtohet si mundësi. Nuk përjashtohet. Më mbetet me të uru suksese. Faktikisht du mu nalë edhe të një gjë shumë e vogël. S'ka shumë ditë që ka kalu promovimi i librit, gjëja që spikate ishte një performancë tango. Kjo tango jam me dashurinë, se çka një lidhje shumë çuditshme. Pasioni jot për kërcimin, unë e veri që është një gjë që ti e mbrenda vetit, apo tashmë edhe e shfaq, ndoshta edhe e praktikon, nuk e di se sa një praktikante e kësaj. Familjarët dhe miqtë e mi e din lidhen që unë kam me vallëzimin, unë kam bë kurs vallëzimi për 8 vite gjatë kohës time të fëmijërisë. Nuk e kam zhvilluar më tej për arsye të ndryshme, por kthimi është një nga pasionet e mia, një nga kënaqësitë e mia. Dhe kur flasim për dashuri nuk isha se si mos të vija me një nga pasionet e mia dhe me një tango që në fundit është dashuri e shprehur nëpërmjet hapave. Zgjoja ta sjellja me profesorin tem të vallëzimit, që ishte me cilin unë e bana performancën, profesor Ladin, i cili është edhe profesori jam i fëminisë, dhe kjo mbartë mbi vete edhe një përgjegjësi dhe emocion dyfish. Unë të uroj shumë suksese, dashur. Uroj që edhe projekte tjera të vinë po kaq suksesshëm sa ky libër. Faleminderit. Vera tashmë, po. Edhe diçka të fundit. Po.
t'ju kujtojmë lexuesve se ku mund me gjetë, sepse më kanë pyet dhe mbas se ndonjëherë është shumë e mirë që nëpërmjet intervistave pra ta them se ku mundën me gjetë librin, tek Ora Shkodrës në Shkodër, tek Libreria Universitare në Pedonalet të Shkodrës, mund ta gjejnë te Librari Dugagjini në Prishtinë dhe shumë shpejt do ta gjejnë edhe tek Libreria Adrian në Tiranë. Edhe ma bukur nuk kishte se si mbyllej, pa tjetër që lexuesit do t'i duhet një libër i tillë, pushimet verore po afrojnë çdo ditë më shumë. Verës i duhen disa libra që ajo të kaloj edhe freskët, por edhe e mbushur me diçka tjetër, edhe kopertina është një diçka fantastike, me një sy me nuk e di, kush e pse e përzgjollë një kopertinë të tillë, me një sy të tillë, me një dizajn të tillë. Syri i humusit quhet, është një simbolik e lashtë egjiptiane, është vërtet, që tregon për vazhdimsinë, për përjetësinë dhe për fuqinë e dashurisë. Kështu që ishte e qëllimshme fakti që unë e zgjolla dhe doja që të ishte tek numri 40, ashtu siç edhe numri 40 është një numër simbolik si nga ana fetare, si nga ana numerike, po ashtu edhe mitologjike, por edhe për gegnishten, sepse nena cilëson me njëherë kur nuk i thojmë 40, por e shqiptojmë 40. Dhe me njëherë kuptohet që kena një individ nga gegnishtja që vjen nga pjesa gege. Pa tjetër, një individ që ka ditur mirë të përzgjell. Kur dashuria t'ju thërras, ndiqeni, edhe pse rrugët e saj janë të vështira. E mbyllim me këtë thënie të Khalil Gibran dhe uar të uroj shumë suksese. Këtë libër e tham dhe por e them edhe një herë. E gjeni në Shkodër, tek dy libraritë më kryesore të Shkodrës, si Ora e Shkodrës dhe Libreria Universitare, tek Dugagjini në Prishtinë, së shpejti tek Adrian në Tiranë. Mirupafshim miq.